vëllezër dhe motra, zonja dhe zotërinj, bashkëqytetarët e mi, të rinje të reja, studente dhe student, dhe ju të dashur fëmijë shqiptar, drita e syrit ton, kur më parë nuk kam mbledhur Shqipëria kaq shumë shqiptar në një vend të vetëm si sot. Kur më parë nuk ka bekuar drita e Perëndis, drita e Zotit, një bashkim kaq të madh zemrash dhe vullnetesh si sot. Kjo nuk është protest, ky nuk është manifestim, ky është referendumi i shqiptarëve për Republikën e Re. Ju shoh e ju dëgjoj, edhe ju atje në fund fare para herojit kombëtar Skënderbeut, ju shoh e ju përshëndes. Siç ju kam dëgjuar 85 ditë e 85 net me radhë që nga fillimi i lëvizjes ton të madhe kombëtare, popullore e qytetare në bashkimin e 18 shkurtit. Sot jeni 3 herë më shumë, mbi 600.000 shqiptar në këtë shesh dhe miliona të tjerë bashkë me ne në këtë referendum historik. Me 18 shkurt, 3 muaj më parë, u bashkuam në këtë shesh për t'i thënë ndal keq qeverisjes, ndal drogës, ndal krimit me lidhje qeveritare dhe për të kërkuar me do e mos zgjedhjet e lira si themeli i bashkëjetesës demokratike, vetë themeli mirëqenjes, i sigurisë dhe i të ardhmes europiane të kombit ton. U bashkua në këtë shesh për 85 ditë e 85 net me radhë. Shqiptar nga gjithë Shqipëria, intelektual, profesor, artist, sportist, student, fermer, pensionist, gjimnazist, punëdhënës e punëmarrës dhe miq nga gjithë bota që na qëndruan e na qëndrojnë në krah në betejën tonë të pakthyeshme për demokraci të vërtetë. Ajo që nisi si rruga e bashkimit, i vetmi shteg për miliona shqiptar të shtypur, të nëpërkëmbur, të zhgënjyer, të dhunuar, të mashtruar e të shpunësuar. Ajo që nisi si shtegu i vetëm për pos dëshpërimit që kish kapluar të madhet vogël, Geg e Tosk, demokrat e socialist, musliman e të krishterë, çdo shqiptar për shkak
të qeverisjes dhe shtetit të dështuar e kriminal, që ju shkatroj ekonomin, që ju vrau vendet e punës, që ju shkatroj shëndetësin dhe arsimin, dhe ju la si rrug dalje vetëm dëshpërimin ose emigracionin. Ajo që nisi si një kërkim thellë në shpirtrat tanë, për rrugën e vetme të daljes nga gjendja e mjerë e vendit. Ajo u kthye në motorin më të fuqishëm të shpresës që vrau frikën anë mban vendit, që ngjalli kurajon në zemrat e çdo shqiptari. Që mbushi çdo shqiptar, e çdo shqiptare të ndershme, përmes frymës shenjtë besimit në Zot e në atë dhe e në Shqipëri e një nesër më të mirë për fëmijët tanë. Shpresën dhe vendimin e madh për ta shporur dëshpërimin, për ta mposhtur frikën, për ta përmbysur Republikën e vjetër e për të ngritur së bashku të ren, të vetmen Republikë të qytetarëve shqiptar. Ja të kemi sot, në një bashkim që nuk e ka parë Shqipëria, nuk e ka parë Ballkani, nuk e ka parë Europa, nuk e ka parë bota. Ky nuk është thjesht dhe vetëm bashkimi kundër keqeverisjes. Ky nuk është thjesht dhe vetëm marshimi kundër të keqes. Kjo është shpallja e shpresës dhe besimit tek vetja juaj, tek familjarët tuaj dhe gjithë bashku të Shqipëria jonë. Këtu keni ardhur sepse besoni tek Republika e re. Këtu nuk keni ardhur sepse besoni te një njeri, as vetëm të një parti, sepse arritja më e madhe e këtyre 3 muajve qëndres dhe bashkim që kanë hyrë në historinë tonë kombëtare, është ripërtëritja e besimit të çdo shqiptari te vetja e vet, ripërtëritja e besimit tek vetja e vet, tek familja e vet dhe gjithë bashku te njëri tjetri. Zoti na jep të besim, nuk ka njeri në tokë në e marë, dhe përmes ti besimi ka lindur shpresa që nuk vdes kur, shpresa dhe vendimi për Republikën e re. E nisëm për një objektiv. Zgjedhjet e lira e të ndershme. Si themeli demokracisë, por sot jemi këtu për shumë më shumë. Nuk jemi mbledhur kaq shumë sot për një ndryshim të vetëm, as për një ndryshim të vogël, por për ndryshimin më të madh në 27 vite të historisë tonë kombëtare. Gjithçka duhet të ndryshoj dhe fal bashkimit ton, fal qëndresës tuaj, me ndihmën e Zotit, gjithçka do të ndryshoj, asgjë nuk do të jetë më si më parë. Republika e vjetër sot shpallet objekt i arkivit të Muzeut Historik Kombëtar. Ne shqiptarët e bashkuar nuk e pranojmë
nuk e njohim e nuk do të njohim më Republikën e vjetër të krimit dhe drogës. E si mund pranojmë? Si mund pranojnë më shqiptarët një shtet ku 18 vjeçari shtyhet drejt vetvrasjes në qelit e burgut për një cigare hashash dhe trafikantët e hashashit, heroinës dhe kokainës bëhen deputet, kryetar bashkish, ministra, drekojnë e darkojnë me të parin e qeverisë, mbushin valigjet dhe kontot e tij bankare. E si mund pranojmë? Në një vend ku të papunët kërkojnë më kot bukën e përditshme për fëmijët e tyre, kur mira familje enden pa ndihmë sociale, pa kushtet minimale për të paguar dritat dhe ujin, ndërsa pushtetarët dhe kriminalët dhe oligarkët ja shtrojnë me dreka dhe darka që kushtojnë gjithë se cila prej tyre sa ndihma ekonomike e një qyteti të tërë. E si mund pranojmë Republikën e vjetër, Republikën e turpit, ku pacientët shqiptar dhe familjarët e tyre ropatën spitale që vetëm emrin kanë spitale, në farmaci spitalore që vetëm ilaçe për ta nuk kanë, me mungesë mjekësh e pajisjesh dhe përbuzje totale në një sistem të kolapsuar, sepse qindra miliona euro të taksave të shqiptarve i merr me një dorë Edi Rama me oligarkët dhe koncesionet kriminale të shëndetësisë. E si mund pranojmë si Republikën tonë, Republikën e vjetër që nis ushtrit e taksidarve dhe inspektorve në qafën e biznesit vogël, shtyllës kurrizore të ekonomisë shqiptare, duke i torturuar, duke i shantazhuar, duke i gryer deri në qindarkën e fundit, me taksat larta e me haraçe, duke i privuar nga buka e gojës për familjet e tyre, ndërkohë që vetë ata dhe pushtetarët e korruptuar ndërtojnë vila, hotele dhe blejnë pasuri në vendet më të shtrenjta të Europës me parat që i grabisin qytetarëve të thjeshtë. E si mund pranojmë Republikën e vjetër, që la mira maturant jashtë auditorëve, me tarifat e rritura studentore, me abuzivitetin dhe kaosin që krijoi, dhe qindra mira student të tjerë i detyroi të ndërprejnë studimet për shkak të kushteve të pafavorshme, ndërkohë që një grusht oligarkësh dhe pronarësh universitetesh të bërnjish me pushtetin e korruptuar të Edi Ramës, bëjnë miliona euro vit për vit nga parat e djersës dhe gjakut shqiptarve. E si mund pranojmë për Republikën tonë? Një vend ku të përndjekurit politik nënçmohen, poshtrohen, vidhen, mashtrohen dhe pastaj ju vihet për ministër i brendshëm njeriu që i torturoi për fajin e vetëm se gëzuan ditën që vdiq diktatori. E si mund pranojmë në Republikën e vjetër, që e shndroi vendi në Kolumbinë e Europës, 1/4 e tokave bujësore ju arrëmbeu fermerëve që i ktheu në sklever. I mbushi me drogën e futin tunele dhe e shet për pasurinë dhe për pushtetin e Edi Ramës dhe një grushti kriminalësh e politikanësh të lidhur me të. E si mund pranojmë Republikën e vjetër që i rënoi fermerët shqiptarë? As një lek subvencion, po vjetra, qindra, taksa, tatime, faturat pakapërdishme. Një treg i rënuar nga monopolet eksportuese që e bëjnë të pamundur shitjen e djersës tyre dhe sakrificës tyre me dignitet.
e për të mbajtur familjet e tyre gjallë. E si mund pranojnë Republikën e vjetër, shtresa e mesme, motori i shoqërisë shqiptare, inxhinierët, financierët, ekonomistët, juristët, profesionistët, të cilëve me taksat e rritura, me kontrollet tatimore, ju bëhet presion që të mbyllin gojën, ju bëhet presion që të ulin kokën, që janë sot shtresa e mesme në presionin më të madh, taksativ dhe ekonomik në Ballkan dhe në gjithë Europën. Kjo Republikë e vjetër, kjo kast, kjo kupol politike, ka një dhe vetëm një agjendë, ka një dhe vetëm një interes, interesin e pasurimit tyre, interesin e pushtetit tyre, interesin e kontrollit tyre, dhe nuk ka në agjendë as një nga interesat tuaja, as të djathve, as të majtve, por vetëm interesat e veta kriminale. Pasi ka vjedhur e grabitur çdo aset, pasi ka abuzuar me qindra mijëra miliona euro të tendrave, tani Republika Vjetër bëhet gati për vjedhjen më të madhe, vjedhjen më kriminale në histori, vjedhjen e zgjedhjeve tashme, që shqiptarët mos të kenë një parlament të diktuar nga vota tyre, por një parlament të diktuar nga krimi dhe një qeveri të diktuar nga krimi. Ne jemi bashkuar dhe bashki kemi thënë ndal këtij projekti. Ne jemi bashkuar dhe ju jeni bashkuar dhe i kemi thënë se zgjedhje pa opozitën nuk ka e nuk do të ketë. Zgjedhje me krimin dhe drogën nuk ka e nuk do të ketë. Do të ketë vetëm zgjedhje të lira e të ndeshme me një qeveri teknike që nxjerr jashtë kriminalët, që lufton drogën e ju kthen shqiptarëve besimin dhe garancin të vota e tyre e lirë. Nuk ka forcë më të madhe se forca e bashkimit tuaj. Nuk ka forcë më të shenjtë se forca e kauzës tonë të drejtë. Ndaj sot jemi 15 herë më shumë se dje, e nesër do t'jemi dhe më shumë. Partia Demokratike, që ju e lindët për kauzën e madhe të pluralizmit, bëhet çdo ditë më e fortë dhe më e madhe, duke luftuar me ju dhe për ju për kauzën e drejtë të zgjedhjeve të lira e të ndeshme. Askush nuk dobësohet. Historia na tregon se askush nuk dobësohet, as nuk bie. Nga lufta për kauzat e drejta. Lufta për kauzën e drejtë i bën njerëzit më të fortë, i bën lëvizjet më të pamposhtme, e bën bashkimin tonë të pathyeshëm, kështu siç është sot në këtë shesh të madh të lirisë. Betejë jonë bëhet për vlerat që ndërtuan Europën dhe Amerikën. Në asnjë vend të Europës nuk luftohet më fort për Europën se në këtë shesh të lirisë, në këtë shesh të bashkimit, në këtë shesh të qëndresës. Ne jemi mbledhur së bashku sot për një vendim të madh. Për të vetmin vendim që e çon Shqipërinë në Europë. Për të vetmin vendim që rikthen fatet e qytetarëve, fatet tuaja në duart tuaja. Vendimin për t'i thënë një herë e përgjithmonë, lam të mirë Republikës së Vjetër. Komplotit politik dhe ekonomik kundër xhepave të shqiptarëve, kundër mirëqenies tuaj dhe të fëmijëve tuaj, kundër të drejtave dhe lirive tuaja themelore.
Ne jemi këtu që përmes Republikës së Re t'ju kthejmë shqiptarve atë që është e shqiptarve. T'ju japim 650.000 pensionistëve shqiptarë të drejtën dhe mundësin që në kryet 4 viteve të para të Republikës Re, pensioni minimal t'jetë 250.000 lek në muaj. T'ju japim studentëve shqiptarë tarifat përballueshme bashkë me premtimin e Republikës së Re se asnjë bir apo bi shqiptari nuk do të mbetet pa studiuar për shkak të pamundësive ekonomike. Duke anulluar ligjin për arsimin e lartë, duke ju dhënë tarifat përballueshme dhe autonomit plot studentore, ju qindra mira studentëve që keni mbushur këtë shesh sot si asnjëherë. Duke i dhënë 10.000 studentëve që përfundojnë studimet në vit mundësinë e stazheve të paguara të punës me një vlerë minimale prej 200.000 lekësh në muaj, në bazë të meritës tuaj, si një urë nga auditorët e shkollave drejt tregut punës dhe si bekimi Republikës së Re pronë prindërve tuaj për t'ju uruar fillimin e mbarë të jetës këtu në Shqipëri, këtu në vendin tuaj. Republika e Re do t'jetë Republika e taksave të ulta, e taksës së sheshtë, duke i dhënë fund taksave të larta, vjedhjes më të madhe qeveritare në këto 27 vite. Me 9% taksën e sheshtë, ne do t'japim frymarrjes sipërmarrjes shqiptare. Do t'i injektojmë 1 miliard euro në ekonominë kombëtare, do të ndezim motorët e saj, do të çlirojmë energjinë pozitive që do të krijojë mira vende pune, e do të përmirësoj jetën e shqiptarëve, e do të rrisë rrogat dhe fuqinë blerëse së tyre. Republika e Re ka një premtim të madh për çdo sipërmarrës të vogël, për gjithë biznesin e vogël shqiptar, të një takse maksimale e cila kombinon taksat lokale dhe qendrore dhe kur nuk mund t'jetë më shumë se 1.5% e xhiros vjetore, me një pull në ambientet e jashtme të biznesit, për t'i thënë lam të mirë njëre për gjithmonë, çdo inspektori, çdo tatimori e çdo taksidari. Republika e Re do t'i kthej klasës mesme shqiptare përmes tatimit 9%, dignitetin dhe mundësinë ekonomike për të vazhduar të jetë motori përparimit, së bashku me elitën e mendjes dhe të shpirtit shqiptar. Republika e Re do të kthejë mbi 40.000 familje të hequra padrejtisht nga ndihma ekonomike, në skemën e ndihmës ekonomike, ku parat që ju jepen me një dorë nuk do t'ju merren me dorën tjetër, sepse për gjitha familjet në ndihmë ekonomike, Republika e Re do të paguaj faturat e energjisë deri në 300 kW dhe faturat e ujit pishëm për konsum familjar. Republika e Re do të investoj më shumë se gjithçka tjetër tek fëmijët e shqiptarëve, tek fëmijët tanë, tek fëmijët tuaj. Nuk do të ketë asnjë ndërtesë më madhështore e të mirëpajisur në asnjë fshat dhe asnjë lagje qyteti se shkollat e fëmijëve tuaj, shkollat e fëmijëve shqiptar, me dyfishimin e korpusit të mësuesve, me rritjen e rrogave të tyre, do të mundsojmë që çdo fëmijë shqiptar nga mosha 5 deri 18 vjeç do të ketë drekën falas në shkollat e Republikës së Re. Dhe arsimi me orarin nga ora 8 deri në orën 16, duke përfshirë bërjen e detyrave të shtëpisë, aktivitetet sportive, fëmijët e shqiptarëve do të dalin nga këto tempuj të arsimit, vetëm kur prindrit e tyre të dalin nga puna. Republika e Re do t'i heqë fëmijët e shqiptarëve nga rrugët.
Fermerët shqiptar, duhet ta dinë se në Republikën e Re, parat që sot zhduke në xhepat e qeveritarëve të korruptuar dhe oligarkëve barkdera, do të kthehen në subvencione plot 100 milion euro në vit për çdo familje fermere në bazë të prodhimit, në bazë të tokës që punon dhe krerëve që mbashton dhe mbi 50 milion euro tjera në vit për rrugë, vaditje, kullim, tregje, dogana do ta ulin traun për prodhimet e eksportit që ju konkurojnë në mënyrë të pandeshme, tarifat e Republikës së Re do ta barazojnë djersën e fermerit shqiptar me djersën e fermerit europian. Pronarët e ligjshëm e din tashmë se bashkë me reflektimin ton për kauzën tuaj të drejtë, për cilën bëm, por duhet kishim bërë më shumë. Vjen zotimi im, zotimi ynë, për hedhjen me njëherë poshtë të çdo platforme neokomuniste për t'ju rishpronsuar pronat tuaja do të kthehen apo kompensohen vetëm sipas vlerës së tregut dhe asnjë kriteri tjetër antikombëtar dhe anti-europian. Vlezër dhe motra emigrant, ju që jeni larg vendit tuaj dhe sot jeni shumë më shumë se para 3 vitesh, për shkak të vrasjes shpresës, të pasigurisë e varfrisë. Dijeni se në Republikën e Re, akti i parë do t'jetë e drejta juaj për të votuar njësoj si familjarët tuaj. Përmes sistemit të votës elektronike, zëri juaj do dëgjohet dhe kombi do bashkohet në parlamentin e ri të Republikës së Re. Të gjitha këto janë të mundura dhe të realizueshme nëse kuçedra e Republikës së Vjetër largohet nga burimi i resurseve, pasurive dhe parave të shqiptarëve. Të gjitha këto janë të mundshme vetëm nëse e presim një herë për gjithmonë lidhjen mes krimit dhe politikës, diktatin e drogës në jetën e qytetarëve shqiptarë. Asgjë nuk do të ndryshojë. Keq e më keq do të bëhet Shqipëria nëse ja lejojmë diktatit të krimit dhe drogës të vendosë në vend qytetarëve shqiptarë përmes zgjedhjeve farsë, përmes zgjedhjeve fasad të diktuara nga droga dhe krimi. Gjithçka do ndryshojë, asgjë nuk do t'jetë si më parë nëse ne së bashku marrim fatin ton në duart tona. Republika e Re nuk mund e nuk do t'jetë kurrë Republika e politikanëve, as Republika e partive politike. Nuk do t'jetë Republika ku parlamenti është noteri kryeministrit. Në Republikën e Re, me kushtetut dhe me ligj, antarët e parlamentit do të zgjidhen vetëm si produkt i vullnetit tuaj, qytetare dhe qytetarë shqiptar. Do të përfaqësojnë vetëm vullnetin tuaj dhe do të jenë kërkues, llogari kërkues dhe avokatët tuaj para qeverisë dhe institucioneve shtetërore. Që kjo të ndodhë, vëllezër dhe motra, ne duhet të kemi patjetër zgjedhje të lira e të ndershme. Zgjedhje të lira e të ndershme, ku çdo qytetar të mund të shprehë vullnetin e tij apo të saj i pakërcënuar, i pashitur, i pabler, i paterrorizuar nga krimi, nga droga, apo nga pushtetarët që e kanë kthyer administratën
në një garnizon të tyrin elektoral. Nuk mund ketë zgjedhje të tjera në Shqipëri. Nuk mund ketë zgjedhje moniste në Shqipëri. Koha e monizmit shkoj një ere për gjithmonë. Ne as nuk do të lejojmë, as nuk do të pranojmë kur rikthimin e monizmit dhe zgjedhjet pa opozitën, ti harroj Republika vjetër e çdo kush që qëndron pasaj. Por ne do të kemi zgjedhje të lira të ndeshme. Sepse forca jonë është forca e bashkimit dhe e qëndresës. Këtë betej e nisëm së bashku. Ju pyeta, a jeni gati të luftojmë? Ju premtova se jam gati t'ju udhëheq drejt një beteje pa kthim për Shqipërinë europiane, për Shqipërinë e zgjedhjeve të lira e të ndeshme. Dhe sot jam këtu për t'ju thënë se unë dhe Partia Demokratike e kemi mbajtur premtimin që ju dham 85 ditë më parë. Nuk kanë reshtur kritikat, sulmet, shpifjet, qëndrimet totalisht pa drejta ndaj meje dhe ndaj Partisë Demokratike. Po ju e keni parë që unë as jam stepur, as jam dalur, as jam kthyer nga rruga ku ju kam premtuar se do t'ju udhëheq deri në fund. As nuk jam njohur për dy arsye. E para, sepse këtë betejë nuk e bëj për veten time, as për karrierën time, as për pushtetin tim, apo të partisë time, por për gjithë ju, bashkëqytetarët e mi, për shqiptarët të djathtë e të majtë dhe për Shqipërinë e sotme dhe të nesërme. Arsye e dytë, sepse këto sulme, kritika, baltosje, shpifje e qëndrimet pa drejta nuk më bëjnë asnjë përshtypje. Është se forca ime, është e bashkimi juaj, është e qëndresa juaj. Shikojeni njëri tjetrin në sy. Shikojeni njëri tjetrin në sy, teksa Zoti na sheh. A ka forcë më të madhe në këtë Shqipëri se ky bashkim? A ka forcë më të madhe në këtë Shqipëri se ky bashkim, se kjo qëndresë? Vëllezër dhe motra, vëllezër dhe motra, të majtë që nuk jeni sot me ne këtu, dhe ju vëllezër dhe motrat policisë shtetit që ju përshëndes përzemërsisht. Asnjë frikë nuk duhet ketë askush. Forca jonë që ditën e parë nuk ka qenë dhuna. Forca jonë që ditën e parë nuk ka qenë forca. Forca jonë, qelësi art i derës historisë që japim sot, është bashkimi ynë, është qëndresa juaj.
ju ftova të vini me gëzim e paqen zemrat tuaja dhe m'duket se kështu keni ardhur. Bisupet tuaja, bisupet e mia dhe çdo të shqiptarit ndershëm peshon pesha e madhe përgjegjësisë historisë që marrim sot përsipër këtë shesh. Në zemrat tona, në shpirtrat tanë dhe të miliona shqiptarve, drita e të vërtetës, drita e shpresës Zotit e kam poshtur errësirën e frikës, apo jo? Ju jeni gati të hedhim hapin drejt ardhmes që na pret? Ju jeni gati të marrim së bashku vendimin e madh? Dhe unë jam gati ta mbaj premtimin tim para jush, së bashku për t'ju quar deri në fitoren totale! Dita e bardhë e Shqipërisë po afron! Unë e dija se kjo ditë po vinte, ishte thjesht dhe vetëm çështje kohe. Çështje kohe sa shqiptarët të rizbulonin kreshnikun e kreshnikën brenda vetes tyre. Fizikrinë e moçme, qytetarinë europiane, dhe ja tek ka ardhur kjo ditë e bekuar. Le ta shpallim sot një zëri, Republikën e re. E sotmja ka hyrë në histori si dita e bashkimit më të madh deri sot. Historia e Republikës Re është vullosur sot me votën tuaj më të shenjtë, praninë tuaj në këtë shesh. E vjetra, po mundet. Por që beteja jon të përmbyllet me fitoren totale, ajo është akoma në dorën tuaj. Dhe unë kam një pyetje për ju, nuk ju kërkoj asnjë sakrificë tjetër, ju lus që gëzimin dhe paqen ta merrni me vete në fund të këtij referendumi popullor. E ta shpërndani lajmin e mirë në çdo fshat e çdo qytet. Por pyetja ime është kjo: a jeni gati të qëndrojmë të bashkuar? E të bashkohemi përsëri këtu në këtë shesh, derisa Republika e Re të jetë realiteti institucional, kushtetues dhe qytetar me zgjedhjet e lira të ndeshme që po vinë. A jeni gati ta vazhdojmë këtë betejë? Ju kërkoj vetëm qëndresë dhe bashkim, dhe Zoti do ju bekoj e do na bekoj me fitore.
për zgjedhje të lira e të ndershme, të vetmet zgjedhje që Shqipëria do të ketë, për Republikën e re të qytetarëve shqiptar, kështu si që mblodhen sot në këtë referendum, të jemi gati për të tretën të vërtetën marshimin ton final. Ti lutemi Zotit t'i hap syt dhe veshët e kundërshtarëve të pakët Republikës së re, përballë t'i bashkimi kombëtar, t'i thrasin mendjes e t'i hapin rrugë përmes dialogut, por po kështu lexotojmë se kjo që themeluam sot këtu, pasuria jone përbashkët, vendimi juaj i madh, shpresa e çdo shqiptari dhe shqiptare, Republika e Re nuk do të ndalet, nuk do të thyet, por do të marshoj në fitore totale. Dhe në Republikën e Re, ne duam dhe do ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Sepse duam Shqipërinë si gjithë Europa. Vëllezër dhe motra, referendar të Republikës së Re, Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. Zoti e bekoft Shqipërinë tonë të dashur, e çdo shqiptar, e çdo shqiptare, kudo qoftë. Drita e shpresës që ndriçoi këtë shesh, u përhapta në mban. Fitoria e Republikës së Re, qoftë fitore e çdo shqiptari. Zgjedhje të lira, qeveri teknike, Republikë e Re, Republikë e Re, Republikë e Re. Me gëzim dhe paqe në zemrat tuaja, ktheuni në shtëpitë tuaja në Tiranë, në qytetet e fshatrat nga keni ardhur. Rretheni të vërtetën tuaj, vendimin tuaj për Republikën e Re. Dhe bëuni gati për marshimin final. Jeni gati apo jo? Zoti ju bekoft, Zoti e bekoft Shqipërinë. Ka përfunduar zonja dhe zotërin fjalën edhe kreu opozitës Lulzim Basha përpara të gjithë mbështetësve që kanë ardhur sot